pyetja që të bëjnë më shpesh njerëzit në Instagram. Si të dobësojmë brenda një muaji? Shumë njerëz nga ata që shohim online nuk janë siç duken, por edhe nuk mund t'ia hedh punën poshtë që bëjnë. Erik, mirë se erdhe në Bordo. Faleminderit për ftesën. Mirë se u gjeta. Si ka nisur rrugtimi yt në fitness dhe kur e ktheve këtë pasion në profesion? Do flas më tepër për sportin në përgjithësi. Kam nisur që i vogël, që 4-5 vjeç me notin, ku pastaj ishte një kohë e shkurtër, kaluam te futbolli, pastaj në mënyrë më profesionale, rreth moshës 17-18, thash, ok, kjo është gjëja që dua të studioj, më futa në universitet. Dola nga universiteti, tani mund të më bëra afërsisht po afrojmë tek 10 vite. Pse vendose të ndash gjithë njohuritë tua në Instagram? Ishte e çastit, nuk është se ishte diçka e paramenduar, thjesht fakti që po dilshin shumë mesazhe të gabuara nga njerëz të cilët nuk ishin të kualifikuar, edhe unë sa kisha ardhur në Itali atëherë, më bëri shumë përshtypje, se në Itali nuk është një fenomen kaq i gjerë. Edhe thash, ok, po jap idetë mia, gjërat siç mendoj unë që janë, si qëndrojnë, edhe po mendoj që nuk është se kisha një objektiv domethënë të bëhem viral. Ndodhi dhe jam i lumtur dhe me fat. Përfundimisht, muskujt ndërtohen në palestër apo në kuzhinë? Është kombinimi të dyave. Muskuli në palestër merr stimulin, por ushqimi është baza që të ndërton muskulin edhe që të ndihmon me rekuperimin. Cili është gabimi më i madh që bëjnë njerëzit kur ndërtojnë muskuj? E para punës e marrin me vrull palestrën, nuk dinë të limitojnë veten e tyre të bazojnë te fuqitë që kanë. Gjithashtu ama dhe rekuperimin se bëjnë, nuk flenë sa duhet, nuk ushqen siç duhet dhe kjo zakonisht i çon tek dëmtimet. Sa e rëndësishme është proteina dhe a mund të konsumojnë proteinën pluhur? Proteina është e rëndësishme të merret nga ushqimi dhe është lënda ndërtuese e muskulit ton, ajo ndihmon dhe tek ndërtimi, por dhe tek rikuperimi i muskulit. Thjesht ne suplementin, do të them shpesh, duhet ta konsiderojmë thjesht një ndihmë ekstra, baza është gjithmonë ushqimi. Mendoj pluhurin si mënyrën më të shpejtë për të konsumuar proteinë. Aq. Cilat janë 3 ushqimet që do t'i rekomandoj dikujt që do të rrisë masën muskulare? Mishin e pulës, mishin në përgjithësi, vezët edhe kosin. Cilat janë suplementet që funksionojnë realisht dhe cilat janë ato thjesht marketing? Do them 2, proteina, kreatina, të tjerat do thosha janë marketing të cilat ti mund t'i marrësh nga ushqimi shumë kollaj. Kreatina ja vlen pse është kaq e paragjykuar? Pse është e paragjykuar nuk mund ta them. Pse ndodh është një substanca. Suplementet më të studiuara, ka vite që studiohet edhe sa më tepër studiohet aq edhe më mira dalin lajmet. Po, është efektin që e ka real, jo diçka wow që do të bëj ty si steroidet, nuk është steroid, ta sqarojmë këtë gjë. Do të ndihmoj me forcën në palestër, sidomos edhe do t'jap pak efekt fryrje sepse mban ujë, po aq, nuk është një gjë wow. Pra për njerëzit që duan të dobësohen, kjo fryrja? Nuk është ajo fryrja që sapo thash që të duket si sigurisht ka bërë me steroid, është thjesht mbajtja e ujit që ka, është një efekt i minimal. Edhe unë jam me kreatin, po besoj të dukem si super i fryrë, pumped, por të ndihmon me forcën, edhe ajo është gjëja më e rëndësishme, sepse ti në stërvite ke nevojë për forcë, kreatina ta jep. A duhet të stërvitemi çdo ditë për të parë rezultate? Jo, është një mit, sidomos për fillestarët 3 herë në javë është okay, derisa të futen në një ritëm. Unë do thosha 3 me 5 për ata që janë më aktiv, është ideale sepse trupi ka nevojë dhe të pushojë dhe të qetësohet. Kardio të ndihmon apo të prish muskujt? I bërë siç duhet të ndihmon, si çdo gjë, do një far limiti, nuk është se të prish muskulin, po ta themi kaq, në mënyrë kaq të thjeshtë. Kardio, nëse ti gjithmonë pas kardio se ç'a bën, nëse ti e bën në volum shumë të lartë dhe nuk ushqesh edhe nuk flen sa duhet, nuk qetësohesh domethënë, do ketë pasaj efekte negative. Do të lodhi, do të dëmtoj, etj. Pse shumë njerëz bëjnë stërvitje, janë me vite në palestër, por nuk shikojnë rezultate? Sepse nuk ushqen siç duhet, ushqimi është baza, kjo është gjithmonë baza e çdo gjëje. Edhe neglizhojnë faktin që palestra nuk duhet të ndryshojë nga java në javë, duhet të jetë një rutinë të paktën 6 javore, 4 me 6 javë. Duhet të bësh progres gradual të peshave, jo të shkosh direkt me pesha maksimale, por jo dhe të rish konstant me njëtat pesha sepse je rehat. Pra duhet sfidosh veten, edhe këtu gabojnë zakonisht. Si do ta vlerësoje nivelin e instruktorëve personal në Shqipëri?
Tani, 1% shumë e lartë do thosha ka nevojë për më tepër dije, por nuk është problemi tek gjenerata e vjetër, sa ajo me vjetra ka mësuar ndër vite, është problemi tek gjenerata e re që mendon që sa futet në këtë profesion i di të gjitha. Ndërkohë është një profesion i cili ti duhet mësosh nga dita në ditë dhe të bësh update tërkohës. Sa nga trupat që shikojmë online janë real dhe sa janë fake? Atëre, online kemi gjithmonë atë problemin e Photoshopit, ose të dritës, të hijes, kështu që unë do thosha shumë njerëz nga ato që shohim online nuk janë siç duken, por edhe nuk mund t'ja hedh punën poshtë që bën. Pra se ti je stërvitur mirë dhe drita të ndihmon te efekti që ke, okay. Por AI është dëmi më i madh, sepse ke njerëz të cilët për të promovuar produktet e tyre që s'bëjnë as i lek, përdorin AI-n për rezultate që s'ekzistojnë dhe ky është rreziku më i madh për mendimin tim. A mund të ndërtojmë një trup pa përdorur suplemente? Absolutisht që po. Ushqeu siç duhet, okay, mase nuk do kesh atë trupin që do kesh pa nga një bodybuilder, sepse ai normalisht të suportohet edhe mase me një doktor me substanca e tjera, por ti nëse ushqehesh e flen edhe bën gjëra siç duhen, do kesh rezultate shumë të mira. Cila është pyetja që të bëjnë më shpesh njerëzit në Instagram? Si të dobësojmë brenda një muaji? Po një pyetje që të bëjnë shumë shpesh dhe që të lodh pak. Është e njëjta pyetje, sepse nuk ndodh. Për çfarë interesojnë më shumë njerëzit sot? Për muskuj apo humbje peshe? Humbja peshe besoj se është një nga smundjet, le të themi, të 2026-s, të gjithë gjeneratës tonë që me ato ushqime që kemi konsumojmë më tepër se ç'duan dhe njerëzit shtojnë edhe peshë. Cila video jotja ka pasur impaktin më të madh tek publiku? Janë disa, do thosha më tepër ato që thyen mitet, si për shembull produkteve që premtojnë shumë por nuk kanë efekt, si mund të jetë ujë me limon ose produktet e detox. Ne them kështu thjesht. Sa e vështirë është të krijosh kontent kaq shpesh, por pa u bërë i përsëritur? Personalisht nuk është një sfidë shumë e madhe, sepse kam të natyrshme, më vjen, me thënë vetë. Më tepër është t'ja bëj sa më të thjesht publikut të kuptojë mesazhin që dua t'i kaloj. Ajo është i vetmi hall që kam. Që mos t'i lodh, por ta marrin edhe me çik humor. Çfarë do të thoje për suplementet e dobësimit? Varet nga suplementi, se për shembull nëse është ilaç, si një ilaç që e përdorin gjithandej tani, duhet të kenë kujdes se ta marrim me ndihmën e një mjeku, jo vetëm sepse nuk e di se çfarë po i bën trupit tënd. Kurse tek suplementet pasaj që nuk janë miksore, që janë bimra, vajra e tjera, mos kenë shumë besë se mundësisht po harxojnë lekë të kot. Si ka qenë raporti yt me trupin tënd? Ke qenë gjithmonë në formë apo ke kaluar në disa faza? Kam pasur disa faza të vështira, si për shembull kur s'dija që kisha gastrit kronik dhe kisha shkuar 67 kg. Pastaj mora veten, pika më e mirë kam qenë 96 kg kur bëja powerlifting para se të lindi fëmia. Pas fëmijës tani domethënë po e marr veten se akoma s'jam aty ku dua, por jo aq keq. Kështu që edhe kjo është një fazë. Cila ka qenë ndonjëherë kërkesa më e çuditshme që të kanë bërë? Ka qenë, mund të ketë qenë, jo ka qenë, kanë qenë shumë raste kur isha dhe instruktor salles, tani se bëj më, që vishin para verës një muaj dhe kërkoshin atë trupin ideal perfekt, domethënë për pak ditë dhe nuk kuptoshin që nuk bëhet, është e pamundur. Kjo është diçka që ishte repetitiv. Dhe çfarë do të thojë atyre që vërtet duan të arrijnë rezultate për një muaj? Nuk ekziston, domethënë nëse ka një objektiv ideal, perfekt, nuk ndodh, por një muaj mund të shohim hapat e para të rezultatit final që ato dëshirojnë. Kështu që thjesht ke durim. Nëse dikush të ndjek prej kohësh, cila është gjëja më e rëndësishme që do merrte nga ty? Sinqeritet, përpiqem gjithmonë të jem i sinqert, edhe në inbox 99% e rasteve përgjigjem gjithë, kështu që jam shumë ekstrovert te kjo pjesë, nuk. Ke një numër shumë të madh ndjekësh në rrjetet sociale, janë të gjithë real? 100%, edhe mund ta verifikojnë, madje tek tuk edhe statistika, domethënë që edhe views-at i kam gac me 0%. Kam një support shumë të mirë, fanbase shumë të mirë. Të pëlqen kjo jeta publike? Të pëlqen fama, dukja? Nuk do thosha famë, më pëlqen që ndihmoj njerëz në mënyrë shumë të jam bërë një zë për njerëz që mase nuk ishin zë. Edhe por që më njohin rrugës edhe më thonë faleminderit siç më ndodhi para se të vija këtu, është një gjë shumë e bukur. Do vlerësoj, është vlerë. Nëse do të vinte një ftesë për të bërë pjesë në një reality show, do pranoje? Nëse do ishte i bërë mirë edhe siç mendoj unë, domethënë, jo diçka shumë banale, pse jo? Është eksperiencë. Do kishe një strategji përpara se të hyje ose do kishte lidhje edhe kjo me fitnessin?
Të futesh me strategji, kam vërtetu këto realities që nuk funksionon strategjia, mund të jetë 10-15 ditët e para pastaj. Kështu më mirë të jesh vetvetja, të flasësh ato gjërat që beson dhe të mbrosh veten tënde aty ku duhet mbrojtur. Më thjesht të jesh vetvetja, besoj. Kjo është strategjia më e mirë. Se të shtirësh do dali, në moment do dali. A ke një ëndër ose një projekt që akoma nuk e ke realizuar sa i përket fushës tënde profesionale? Jam në 2 projekte shumë të mëdha me 2 partnerë që kam. 2 të njëri dhe disa të tjetri, që duam të bëjmë diçka të mirë me fitnessin në Shqipëri. Njëri faktikisht sot u mbyll si punë, kështu që shkoj sa më mirë. Tjetri është në vijim, se është rrjedhoi të parës, do thënë lidhen. Jam shumë ambicioz si person, por edhe me kom në tokë se nëse shoh që është diçka me shumë wow, por e vështirë për të realizuar nuk e marr hapën fare. Kurse kjo besoj do shkojë mirë. Të urojmë shumë sukses, Erik. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë.